Territori shqiptar për datën 11 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të lagështa, me mod të paqëndrueshëm dhe rreshje shiu të karakterit lokal në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga rreshje në zonat qendrore dhe lindore, ndërsa pasditja sjell intervale me kthjellime të shkurtra në jug-perëndim. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 5 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të ngjitet deri në 18 gradë Celsius në zonat bregdetare. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 3 deri në 4 orë diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond, ndërsa në bregdet her pas here mund të arrijë deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 11 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 11 nëntor do të jetë në orën 6:17, ndërsa perëndimi në orën 16:32 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 11 deri në 17 gradë Celsius. Kukës, 8 deri në 13 gradë Celsius. Peshkopi, 7 deri në 12 gradë Celsius. Tiranë, 12 deri në 16 gradë Celsius. Durrës, 13 deri në 18 gradë Celsius. Kavaj, 12 deri në 17 gradë Celsius. Elbasan, 11 deri në 14 gradë Celsius. Berat, 11 deri në 16 gradë Celsius. Korçë, 5 deri në 10 gradë Celsius. Vlorë, 13 deri në 16 gradë Celsius. Gjirokastër, 9 deri në 14 gradë Celsius. Sarandë, 12 deri në 18 gradë Celsius.